Në fillim të muajit të kaluar, Pascal Dono, presidenti i Eurogrupit të Ministrave të Financave, foli për një nivel të rritur urgjense në përparimin drejt një monede digjitale. Kini kujdes, këto vërejtje tregojnë se edhe pse tarifat e Donald Trump marrin pjesën më të madhe të vëmendjes së Europës, disa europianë janë vigjilent ndaj frontit tjetër geo-ekonomik, një shtytjes të SBA-s për të mbështetur dominimin e saj në pagesat ndërkombëtare. Ata kanë të drejtë të shqetësohen midis turmës së urdhrave ekzekutiv të Trumpit, është ai që promovon përdorimin mbar kombëtar të stablecoins të emetuar privatisht të shprehur në dollar amerikan. Ka çdo arsye për të pritur që ai të vendosë muskuit pas saj. Administrata e tij është e mbushur me njerëz të përfshirë thellësisht në biznesin e teknologjisë së pagesave, si Elon Musk dhe Howard Lutnick. Këta të dy mund të mos kenë shumë të përbashkëta me elitën e vjetër qeverisëse, por ata bien dakord për fuqinë dhe për fitimin që do të kenë nga mbajtja e kontrollit të SBA-s mbi pagesat globale. Ai sistemi është në majë të një ndryshimi të madh për arsye politike dhe teknologjike. Armatimi i sistemit financiar të bazuar në dollar ka nxitur kërkimet për alternativa. Idetë përfshin një sistem monedë dhe pagesash të drejtuara nga dhe për vendet e BRICS. Teknologji të tilla si monedat e shndrueshme ofrojnë një alternativë të menjëhershme, të lirë dhe 24/7 ndaj trashëgimisë së shtrenjtë të ngadalë dhe të rëndë të bankingut korrespondent. Pra lufta për dominimin e sistemit të pagesave të ardhshme është në vazhdim dhe SBA-ja dëshiron të fitojë. Publiku megjor europian mund të mos jetë në dieni të lumturisë, por ata që janë në kryet e eurozonës janë gjithashtu të vendosur se kjo betejë për kontrollin e teknologjisë mbi ekonominë është ajo që BE-ja nuk duhet ta humbasë. Ky është motivimi themelor për euron digjitale, një monedë digjitale zyrtare emetuar nga Banka Qendrore, e cila nëse bëhet mirë dhe mjaftueshëm shpejt, do të rivalizojë ose do të tejkalojë alternativat e monedhave të shndrueshme të dollarit. Pra të Europa përballet me rreziqe për të cilat kemi njohur prej disa kohësh, që nga propozimi fatkeq i Facebookut në vitin 2019 për monedhën e tij elektronike Libra. Edhe para kësaj, Europa zbuloi se kur Trump vendosi sanksionet ndaj Iranit, Europa nuk mund të vepronte në mënyrë autonome sepse ishte kaq e vështirë të përpunoheshin pagesa tregtare pa bankat e ekspozuara nga SBA. Fakti është se eurozona tashmë është në mënyrë tronditse e varur nga mekanizmi amerikan i pagesave. Rreth 2/3 e pagesave me karta në eurozonë përpunohen nga ofruesit jo europian të kartave, thot Banka Qendrore Europiane. 13 nga 20 vende që përdorin euron nuk kanë sisteme kombëtare pagesash me kartë. Në ato raste kur shkon të blesh qumësht, është ose para fizike ose Visa Mastercard, siç shprehet një bankier qendror europian. Kjo varet përsëri në përhapjen e shpejtë të aplikacioneve celulare. Nëse monedat e shndrueshme amerikane fitojnë përdorim të gjerë, rreziku përfundimtar është dollarizimi digjital, ku platformat e shitjeve inkurajojnë blerësit dhe shitësit të çminojnë të bëjnë transaksione dhe të mbajnë ekuilibra në monedha të tilla. Kjo minon kontrollin e një banke qendrore mbi kushtet e brendshme të monedhave.